Kandidatja e Partisë Demokratike Izmira Ulçinaku është takuar me banorë të zootehnikës në rajonin numër 1 në Shkodër. Një takim dhe bashkëbisedim ku secili ka dhënë mbështetjen për Partinë Demokratike, si dhe kandidaten Ulçinaku, e cila në fjalën e saj është ndalur tek programi i Partisë Demokratike, por edhe tek mashtrimet 4-vjeçare të qeverisë Rama. Rrjalli prej një familje të përsekutume, që e vujtme për 50 vite komunizmin, dhe që premton e rikujtunin këto 4 vite atë komunizëm, sidomos këto në Shkodër. Duhet me votu Lulzim Bashën me programin premtues që ka jo vetëm për Shkodrën, pa për tonë Shqipëni. Programi i Lulzim Bashë ka një diferencë shumë të madhe me rrenat e Edi Ramës. Ju e dini tashmë. Premtoj 300.000 vende punët, ata 300.000 vende punët ashtu i punësu Europa, nuk ato i punësu shqiptarët në Shqipëni, por ashtu i largu për këtij vend. Unë jam shumë e bindur që fitoria ka me fillu prej grup seksionit numër 1. Fitoria ka me fillu prej Shkodrës tonë. Në 25 qershor, shkodranët kanë vetëm një alternativë, u shpreh Ulçinaku, alternativa e Partisë Demokratike, programi për më shumë punësim, për taksa më të ulta dhe mbështetje për njerëzit në nevojë.